Nxito në punë të mira, ngutu në punë të mira. Tha o xhamat, po e falim sot atë që vendosi mu falë prej nesër. I lash gjunat e mia, më fal o Zot. Atëherë është bë vonë. Ky i vdekuri mos i ka borxh dikujt, se gjati i cili ki borxhe dhe nuk mërzitesh fare. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, kemi përmendur disa prej argumenteve të fesë Allahut Azza wa Jall, të cilat na mësojnë, të cilat na edukojnë neve që ne në jetën tonë mos të ngutemi, të jemi të qetë, të jemi stabil, të jemi të kujdesshëm në çdo hap që e marrim gjatë jetës tonë. Nëse e thua një fjalë, mos u ngut. Nëse e shkruan një gjë, mos u ngut. Nëse ke ndonjë punë, ndonjë plan, mos u ngut. Nëse e bën ndonjë reagim, mos u ngut. Nëse dëgjon ndonjë gjë për të tjerët dhe nuk është vërtetuar, mos u ngut. E kështu me radhë. Gjatë jetës së tij besimtari nuk duhet të jetë i ngutshëm, nuk duhet të jetë i nxituar, përveç në pak raste të caktuara që besimtari duhet të shpejton, besimtari duhet të nxiton, besimtari nuk duhet të vonohet. Në një ajet të vetëm Allahu Azza wa Jall na drejtohet të gjithëve dhe na urdhëron duke thënë wasari'u, shpejtoni, nxitoni, mos u vononi. Në këtë ajet Allahu Azza wa Jall na drejtohet të gjithëve dhe thot wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Mos u ngut në shumë aspekte, mos u ngut në shumë raste, mirë po në këtë rast ngutu. Në këtë rast nxito, në këtë rast mos u vono. Kur wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nxitoni, shpejtoni për në faljen e Allahut Azza wa Jall. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, nxitoni për në xhennetin e Allahut Azza wa Jall, i cili është më i gjerë se qiejt edhe toka. U'iddat lil muttaqin, është i përgatitur për njerëzit e devotshëm. Në këtë rast nxito në punë të mira, ngutu në punë të mira, mos u vono, mos i shty punët e mira, nga se ka mundësi që një ditë të jetë vonë. Fillo edhe falu, mos prit ende, mos e shty namazin, mos mendo që ka kohë, mos mendo që do të filloj të falem prej në Ramazan, do të filloj të falem kur të plakem, do të filloj të falem nesër apo pas nesër. Fillo edhe falu, nga se ka mundësi që të vjen momenti ti duke bë plane
momenti të jetë shumë vonë. Kur ti adorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall me shpresën, me planin tanë që ti do të fillosh të falesh. Ashtu siç një imam u drejtua ka xhamati, gjenazën e kishte përpara, tha o xhamat, po e falim sot atë që vendosim u fal prej nesër. Ne sot po e falim, ndërsa ky e kishte në plan të fillon të falet prej nesër. Ama është vonë. Wasari'u, nxitoni, shpejtoni, mos u vononi për të Allahu Azza wa Jall, mos u vono për punë të mira, mos u vono nga pendimi yt prej gjunaheve tua ndaj Allahut Azza wa Jall. Sa janë gjunahet tona, sa janë gabimet tona, sa janë të kaluarat tona, dhe ne e shtim, dhe ne vonohemi, dhe ne zgjatemi me shpresën që do ta la unë filan gjunahun, unë ma do të largohem, unë do të largohem. Kalojnë ditët, kalojnë javët, kalojnë muajt, kalojnë vitet, ndërsa ka mundësi që me gjitha ato gjunahe të dalim para Allahut Azza wa Jall. Ashtu si që tha Allahu Azza wa Jall, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Nuk është pendimi për ata të cilët veprojnë gjunahe, veprojnë vepra të këqija, deri kur, derisa njeriu t'i vjen vdekja, i vjen shpirti në fyt, atëherë thot, u pendova ja Rab, i lash gjunahet e mia, më fal o Zot. Atëherë është bë vonë, pendohu para se të jetë vonë, nxito për kërkim falje të Allahu Azza wa Jall, mos u vono, nga se ka mundësi një vonesë e tillë të ketë pasoja të mëdha. Mos u vono për punët e mira, mos u vono për pendim ndaj gjunaheve, mos u vono për në ibadete që ke mundësi t'i realizosh sot duke i shtyr për nesër, mos u vono për në haxhin tënd nëse ke shëndet edhe ke kushte. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men arada al-hajj falyata'ajjal, kush dëshiron që ta kryen haxhin, le të nxiton, le të ngutet, mos të vonohet. A i ki kushtet? Po. A i ki shëndetin? Po. Qka i duke pritur? Po ndoshta edhe pak kohë, edhe pak vite. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi shëndoshit të sëmuret. Ta ka mundësuar Allahu Azza wa Jall, po, mere një hap, mos u vono. Ka mundësi shëndoshit të sëmuret, do nesër me shku në haxh, ama s'mundet. Ka mundësi kushtet të humbin, sot i ki kushtet, ndoshta pas pak viteve nuk janë kushtet e njëjta, dhe ka mundësi të del ndonjë pengesë, mos u vono për realizimin e haxhit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheqi vretjen nga një gjë e cila ka mundësi të jetë prezent në mesin e shumë njerëzve, vonimi i shlyerjes së borxhit. Mos u vono, ke marrë borxh prej të tjerëve, e ke caktuar kohën për kthimin e borxhit, kushtet i ke bë, mundësia për ta lartë borxhin është, mirë po ti ende vonohesh, mirë po ti ende e shtin, e sa prej njerëzve janë të mësuar të jetojnë në djersën e të tjerëve. Ata janë lodhë, ata janë munduar, ata janë raskapitur, ata i kanë ndihmuar me borxh, dhe ky sot nuk interesohet fare. Shëtitet rrugëve me veturën e shtrejt, i ka rregulluar punët, i ka bë kushtet, borxhlit e presin, mirë po ky nuk interesohet dhe nuk mërzitet fare, dhe me bëmi i thonë që ta kthen borxhin, hidhrohet. Subhanallah, dëgjoj këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o ti i cili jeton në djersën e të tjerëve dhe në lodhjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve doli që ta fal xhenazen e një të vdekuri. Tha Xhabiri radiallahu anhu, e lajtëm xhenazen, e qefinosëm xhenazen, e bom gati, erë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'ia fal xhenazen atij të vdekurit. Pastaj u drejtua ka xhamati edhe tha,
e alejhi dejn, ky i vdekuri mos i ka borxh dikujt, subhanallah, dëgjo ti i cili ki borxhe dhe nuk mërzitesh fare. A i ka borxh dikujt? Than po ja Rasul Allah, 2 dinar i ka borxh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye që mos t'ja fal gjenazen, le t'ja fal dikush tjetër. U ngrit Abu Katade, tha ja Rasul Allah, unë ja laj borxhin, vetëm falja gjenazen, unë ja laj borxhin. Atëherë u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja fali gjenazen. Ditën e nesërme e takoi Abu Kataden, tha, çka u bë me ato 2 dinar? Tha ja Rasul Allah, po djesa ka vdek veç një ditë, halas ja kam lajt borxhin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi, ditën tjetër e takoi, tha ja Rasul Allah, i lajta borxhin filanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-ana baradat gjildu, tash në këto momente i është fladit lëkura ati të vdekuri. Subhanallah, me vdek njeriu me borxh, duke pas mundësi me lajt borxhin dhe nuk e lan atë në varr, është në gazep. Në varr është në rrezik. Besimtari nuk duhet të vonohet në shlyjen e borxhit të tij, duhet të mundohet të ngutet, të nxiton që ta pastron atë sa është gjallë. E në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, subhanallah, nga vendimi, nga ajo e cila është zbrit në lidhje me borxhin. Subhanallah, çka ka zbrit për Allahut azza wa jall? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pashate në dorën e të cilit është shpirti im, pasha Allahu, nëse një njeri vdes në rrugën e Allahut dhe ringjallet dhe vdes përsëri dhe ringjallet dhe vdes përsëri, 3 herë vdes në rrugën e Allahut, ma dakhala al-janna hatta yuqda anhu daynu, nuk ka me hi në xhennet. Subhanallah, nëse njeriu vdes ngjallet, vdes ringjallet, vdes 3 herë, nuk ka me hi në xhennet derisa t'i lahet borxhi atij. Andaj besimtari, një gjë të tillë nuk duhet ta merr të thjesht, një gjë të tillë nuk duhet ta merr të lehtë. Borxhet e kaluara, borxhet e haruara, ju ka dal afati atyre, nuk ju del afati atyre. Çdo gjë është e regjistruar dhe çdo gjë ka llogari para Allahut azza wa jall. Andaj besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm në jetën e tij. Mos u vono për punë të mira ndaj Allahut, mos u vono në pendimin tënd ndaj gjunaheve tua, mos u vono për kryerjen e haxhit nëse janë mundësit, mos u vono në shlirjen e borxhit, nga se rreziku është i madh dhe dënimi është i madh. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që nxitojmë në punë të mira, të na bën prej atyre që nuk vonohemi nga pendimi, të na bën prej atyre që ngutemi për realizimin e haxhit, të na bën prej atyre që jemi të kujdesshëm për përgjegjësitë që na takojnë në jetën tonë. Lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.